Zotri, si je? Zotri. Lamroni ambulancën, ju lutem? Ideja mos në pak fleksibël. Lamroni ambulancën, ju lutem? Kur gjendeni përpara një personi që ka humbur ndjenjat dhe ju mendoni pak a shumë se mund të jeni para një ataku konvulsiv të gjeneralizuar, toniko-klonik, e rëndësishme është të siguroni rrugët ajrore të pacientit dhe ta vendosni atë në pozicion sigurie. Shikoni orën e fillimit përpara kozgjatjen e një krize, se pa diskutim të emërohet 127 me një herë. E rëndësishme është të dallohet një krizë thjesht epileptike nga statusi epileptik, i cili me kufizim është një krizë që zgjat mbi 5 minuta ose 2 krizat një pas njëshme pari fitim të vetdijes.